Një ditë prej ditësh tek shëtiste, në një shëtitje verifikuese dhe inspektuese në një ndër tregjet e Medinës. Profeti alayhi salatu wasalam ndër të tjera, teksa kontrollonte produktin e një prej tregtarëve aty, i cili shiste miell, vuri re se pjesa e lartme e produktit, domethënë ishte i thatë mielli, ndërkohë që poshtë ishte i lagur. I thotë o filan, çfarë bën kështu? Thotë i dërguari i Allahut, mazu shiu bereqetin. Këtu është sprova e besimtarit. Sprova e besimtarit është që ti mbështetet Allahut subhanahu wa taala në gjithçka që Allahu ka kërkuar prej tij dhe ti dorëzohet Allahut subhanahu wa taala në të gjitha sprovat të cilat kanë ardhur prej tij. Mazu shiu bereqetin, thotë i dërguari i Zotit. Profeti alayhi salatu wasalam vendosi një rregull për të gjithë besimtarët duke thënë: "Men ghasha falaysa minna aw man ghashana falaysa minna." Kush mashtron nuk është prej nesh, apo ai i cili na mashtron ne nuk është prej nesh. Kërkoj një transparencë, kërkoj që njeriu të qëndrojë sa më larg haramit, të dyshimtës. Dhe kjo ishte ajo që e bëri brezin e profetit alayhi salatu wasalam brezin e art, brezin më të mirë, sepse në gjithçka që ishte e dyshimt, jo e ndaluar haram, por që kishte pikpyetje apo gëzonte dyshime, ata ishin njerëzit që qëndronin më larg saj. Kjo dynja të nderuarit e mi është sprovë, ajo është disa çaste sado gjatë jetosh në të. Për çdo çast dhe për çdo ditë të cilën do ta kalosh në këtë dynja do të japësh llogari përpara Allahut subhanahu wa taala për sa kohë ke qenë i vetëdijshëm.